Mos shif poshtë kamera se mund shohë gjëra të tjera, Shif me nga brezi e lart. A di çfarë bën me vajzat punë? Çfarë? Po, shumë gjëra. Pse han mut ti kur flason? Çfarë bëjon? Pse han ti kur flason? Han mut. Pse kur flason? Çe kanë fut njerëz me kartel, kumran. Ti kimos skizofren. Si Dhe jash? prek shumë njerëz të tjerë. Le ti prek. Sa po më ofendove për herë të 7. Po. Aki, kujdes mikrofoni. Po, kujdes, lërni ju tash edhe kujdes. Shif poshtë, shif nel se shef gjatë tjetër. Unë këtë video, këtë e pash tek story dhe Olti Cukurrit. E kisha hedhur aty ku Olti kishte thënë Junior, kishte thënë Mini Rogert, ndërsa unë po them një Junior Rogert. Por ajo që mua më shqetëson më shumë është që ai zëri aty. Po pse lini deri sa ta shkarkoj gjithë keqen e tij, sepse neve sapo dëgjuam që Akili, sapo kuptom që Akili pas ka marrë për doktoratur, gjë që i njeh ai njerëzit me kartel, njerëzit pa kartel, i njeh ka shumë bukur, bravo të qoftë. Po pse e lini juve ta shpreh gjithën atë? Sepse ferma është e bukur. Mundoni ti shmangni këto gjërat, këto ofendime dhe këto gjërat e shpifura që sapo dëgjuam në Akili, për shembull. Mundoni ti shmangni se është shumë e bukur, ferma është natyrë, ferma është për të jetuar, është për të shijuar. Patjetër duhet të ketë dinamika, por nuk do të thotë që dinamikat mund të krijohen vetëm me ofendime. Absolutisht jo. Mos shiko la poshtë në fund të këmbës se shikon gjë tjetër. Ç'a shikon ai bilen e tia? Ç'a shikon? Poshtë këmbë, ç'a? Apo do ta bëj shikon thembrën. Do shikoj thembrën e Akilit. O Kile për koktendja plago. Unë kam thënë, e do ta them gjithmonë. Akili është produkti i Top Channelit. Bana le të kapi qellin me dhem, është i topi dhe kaq. Mund ta ketë mik bana sa të doj, por ai është i topi. Duke qenë se është i topi, ti di shumë bukur se si mund të funksionojnë këto formatet e tilla. Dhe duke qenë se është i topit, ai ka ndjekur, mund të ketë ndjekur jashtëzakonisht shumë mirë Big Brother, sidomos fundmi, edhe ka preferuar të bëhet duke parë që Rogerti se ka nxjerr, sepse është e keqja e domosdoshme e Bigut, ai po thotë do bëhem dhe unë si ai, sepse ai po vazhdon me porrije bla bla bla. Por, nëse Rogerti do të kishte qenë te Bana, kam besimin që Bana do ta kishte nxjerr. Dhe tani, kam besimin që Bana mund të bëjë ndonjë gjë të domosdoshme ose ndonjë diçka, për shembull ta çmën në nominim këtë çunin për brenda natës, nuk e di, po që është shumë shumë e pist. Mos e ul kokën poshtë si shikon në gjë poshtë këmbëve. Ç'është ai mohabet? Hamut. Pse hamut ti? Duar të rokitje kësaj çupës, kush e menaxhon faqen e Sarës. Kishte bërë një trailer super, trailer. Madje duhet të thënë topit aty vizion se bën mendja top. Bën mendja top. Tani topi. Nëse duhet të thënë aty të fermës, merrni të çupën të bëj trailerat, ato ti presi ato trailer tak, se i ka bërë perfekte fare, se tjetë për juve sikur ço çifshini në jarë. Ai qa.